Dhuna digjitale po zhndërrohet në një prej formave më të rrezikshme të dhunës ndaj grave dhe vajzave, duke u zhvilluar përmes rrjeteve sociale, mesazheve kërcënuese dhe publikimit pa leje të materialeve personale. Koordinatori i dhunës në familje Arbi Basho bën të ditur se vetëm gjatë vitit 2025 në Pogradec janë lëshuar 43 urdhra mbrojtjeje, ku 20 prej rasteve lidhen pikërisht me dhunën në hapësirat online. Është parë shumë e domosdoshme që ligji për masa kundër dhunës në familje të ndryshojë dhe aktualisht jemi në procesin e draftimit të ligjit për masa kundër dhunës në familje dhe proceseve të diskutimit. Janë hedhur shumë ide shumë të mira për ta përmirësuar këtë ligj, ku një nga këto faktorë është dhuna digjitale, në të cilën shpresojmë që në të ardhmen me ndryshimin e ligjit që dhuna digjitale të jetë pjesë e urdhrave të mbrojtjes. Psikologja Maria Dojqa e thekson se dhuna digjitale ushtron një ndikim të rënd emocional, sidomos mbi vajzat e reja, dhe po shkakton trauma të thella dhe në raste ekstreme mund të çojnë drejt pasojave tragjike. Sidomos te vajzat, duke qenë se është dhe opinioni çështja e moralit në pikpyetje, imazhi, vazhdimësia e jetës, te vajzat mund të çojë dhe në fatalitet. Shumë vajza nuk durojnë dot presionin, sidomos atë virtual. Është presion që i shkatron psikologjikisht. Por edhe te djemtë është i fortë. Në kohët e fundit shohim që presioni virtual është bërë shumë agresiv. Specialistët ngrenë nevojën për ndryshime ligjore dhe rritje të ndërgjegjësimit publik për sigurinë në internet, pasi format e dhunës digjitale po rriten me shpejtësi dhe po bëhen gjithnjë e më agresive.